Është kërkuar nga Berisha rinumërimi i votave në rreth 40% të kutive dhe siç po shkojnë punët ka rrezik që votat të rinumërohen edhe një herë nga fillimi. Ka një strategji për sa i përket kësaj, sepse Berisha thotë që nëse votat dalin ashtu siç janë deklaruar në kuti, i bie që këto janë manipuluar më përpara. Ky në fakt është një deduksion gaussian i Berishës, pra votat janë manipuluar, kjo nuk diskutohet, duhet ta gjeni juve se si janë manipuluar, sepse unë them që janë manipuluar. Pra, nëse nuk u gjet fakti brenda në kuti, i bie që është më përpara, që ti s'ke ku e gjen, por janë manipuluar sepse kështu thot Berisha. Gjë më qesharake nuk ka se si bëhet me këtë logjikë. Mirë po, ajo çfarë rrezikon Berisha janë dy. Së pari rrezikon që votat të dalin ashtu siç janë deklaruar. Pra, humbja e Berishës të certifikohet nga dy organizma, të certifikohet nga komisionet dhe të certifikohet edhe nga rinumërimi që do bëj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Problem tjetër që me sa duket ka për të dalë ashiqare në këtë rinumërim është deformimi i preferencës. Ne deri tashti kemi një deformim më sa të qartë për sa i përket kandidatit për deputet Partisë Demokratike, gazetarit Aulon Kalaja. Është njeri i cili ka bërë një fushat të ndershme, gazetar, nuk është bandit, nuk njihet si përfaqësues i ndonjë klani të fortësh, ka bërë një fushat në zonën e tij, nga ka origjinën, dhe deri humbja e tij përballë Arjan Dojt, i cili është një prokuror i shmangur nga vettingu me pasuri të frikshme, njeri i akuzuar për lidhje me krimin, madje ka qenë edhe në makinë me njerëz të cilët ju është bërë atentat dhe ku viktima ka qenë një fatkeq shoferi, një njeri që s'kishte lidhje me ngjarjen. Pra, ky ka qenë me personazhe të krimit aty dhe ky ka një diferencë minimale me Aulon Kalan. Mirë po kjo do t'rregoj që jo vetëm këtu, por edhe në vende të tjera kemi pasur një deformim të preferencave të zgjedhësve. Dhe kjo natyrisht pavarësisht përpjekjeve të jashtëzakonshme të Berishës që të mbyllte listën, të bënte, sepse 4 deputet bëhet fjalë që do lëvizin, të tjerët hyn që të gjithë te lista e mbyllur, te ata që Berisha i ka kopsitur pa hyrë në zgjedhje. Por edhe kaq do mjaftoi për të shkatruar gjithë alibin e Berishës që zgjedhjet janë të vjedhura. Në fakt nuk janë vjedhur zgjedhjet, janë vjedhur kandidatët e PD-s, po nga kandidatët e PD-s. Ajo që mbetet për të parë është pastaj në një hetim nëse këta numërues që kanë qenë në qendra e votimit kanë pasur një udhëzim nga qendra e Partisë Demokratike për ta deformuar vullnetin e zgjedhjeve për deputet të caktuar. Atëherë kjo do ta kthente komplet në farsë. Unë nuk e kuptoj pastaj pse Partia Demokratike mos kaloi në një SHPK në emër të Berishës, ku Berisha është CEO-ja, drejtori, ai i cakton që gjithë, siç është tashti, dhe të heqi edhe këtë farsën e listave të hapura. Natyrisht që e gjitha kjo e çon Partinë Demokratike në një rrënim akoma të mëtejshëm. Domethënë, çfarë do lloji individi i cili e ka ditur çfarë grope septike është ai vend, po gjithsesi ka menduar që të bëjë një karrierë aty të mundet të çajë përpara dhe pastaj shikon se çfarë ndodh. Natyrisht aty do bëj që të mbeten vetëm njerëzit pastaj të cilët e dinë që do poshtrohen, do dhunohen, por hyn me vetdije që ta pranojnë këtë dhe hyn me vetdije që të bëjnë kukullat e Berishës në farsën e vet. Si gjithmonë, në fund, ju rekomandoj të bëni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rubina Xhunga. Faleminderit.